Ndodhemi në Innovation Center of Kosova, ku po mbahet eventi me fokus në ekonominë digjitale. Data Forex po prezanton një pasqyrë të detajuar mbi këtë sektor, të ndërtuar mbi të dhëna konkrete dhe analiza të thelluara të tregut. Eventi po ndërthur mënyrën se si këto të dhëna po shndrohen në vendimarrje strategjike në sektorin e ICT-s, potencialin e tij dhe drejtimin ku po lëviz ekonomia digjitale e vendit. Sot po flasim për ekonominë digjitale dhe sektorin e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit, sektorin me rritjen më të shpejtë në ekonominë e vendit tonë. Në vitet e fundit, ky sektor po tregon një potencial të qartë për të shndruar edhe në motor kyç të rritjes së më të tjeshme. Sektori më i digitalizum janë profesionale dhe shërbimet financiare dhe sigurimeve, ndërsa sa i përket funksioneve, funksioni financës është më i digitalizuar. Këto mendoj që kompanitë e zhvillimit softverek e kanë një potencial shumë të madh për me ndiku te pjesa e digitalizimit të ndërmarrjeve, qoftë përmes krijimit të produkteve ERP-ve ose qoftë edhe përmes modifikimit të ERP-ve ndërkombëtare. Pagesat me kartela jashtë vendit kanë shënuar një rritje shkaqe të madhe prej janarit 2024 kur u bë liberalizimi i vizave, po në të njëjtën kohë ka shndruar rritje edhe pjesa e çablen diaspora në Kosovë.